Zbulohet receta që trajton ngërritjen përgjithmonë, ja si ta përgatisni. Personat të cilët gërhasin nuk janë të vetmit që ballafaqohen me këtë problem, pasi kjo është një çështje zakonisht e cila ndikon në shumë individ që flen afër tyre. Megjithatë, ky problem i zakonshëm dhe irritues mundet të zgjidhet shumë lehtë me ndihmën e një ilaçi natyral dhe tepër të thjeshtë. Ky lëng i ka ndihmuar shumë njerëz të cilët kanë patur të njëjtin problem. Këto janë përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë ilaç: 2 mollë, 2 karrota, gjysmë limoni dhe 1 rrënjë xhenxhefili. Këta përbërës ju duhet i përzieni në blender dhe e konsumoni pas pak orëve në mënyrë që të jetë përgatitur. Limoni si produkt është i pasur me vitaminën C, e cila ndikon në pastrimin e kanaleve të hundës, ndërsa pastrimi total të hundëve mundësojnë vetitë ndryshme të mollëve dhe karrotave.